Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka folur sot për gjendjen aktuale të bujqësisë në vend, ku tha se në 12 vitet e fundit bujqësia shqiptare ka pësuar rënje. Dr. Berisha premtoi se pas 11 majit vendi ynë do të dalë nga Ballkani i hapur dhe programi për bujqësinë bazohet në rritjen e madhe të prodhimit dhe mbështetjen e fermerëve. Made in Albania, shtyllë kryesore e Shqipërisë madhështore, kërkon një bujqësi të zhvilluar dhe një fermer shqiptar të suksesshëm. Bujqësia në Shqipëri këto 12 vite ka njohur rënje të madhe. Me firmosin e Ballkanit të hapur, mira, ferma bujqësore dhe blegtorale në Shqipëri kanë falimentuar. Prodhimi bujqësor dhe blegtoral ka një rënje dramatike. Numri i krerëve të bagëtive është ulur me 62% krahasuar me vitin 2013. Rritje për këtë qëllim e fondit për subvencionimin direkt fermerëve nga 5% e shpenzimeve buxhetore të shtetit në apo 31 milion që është de facto, se është 5.8, po tjerat i merr administrata, totali pra rritja nga 0.5 në 3.5, saq është niveli mesatar i rajonit. Kurse kryeministri Edi Rama nga Shkodra prezantoi përveç kandidatëve të Partisë Socialiste për zgjedhjet e 11 majit edhe ligjin e ri të sapo miratuar paketa e maleve për të hapur rrugë investimeve në agroturizëm e turizëm malor, duke i dhënë një mundësi reale e mbështetje të posaçme të gjithë atyre që duan të rikthehen në tokat e të parëve për të bërë sukses ekonomik për familjen e tyre. Të gjithë merren me ne, të gjithë s'lën gjë pa thënë për ne. Të gjithë na tregojnë ne me gisht, madje ka edhe një paturpsi tjetër shumë të madhe që na tregojnë ne me gisht për punët që po bën drejtësia. Na tregojnë ne me gisht pse disa ndër ne kanë probleme me drejtësinë. Ndërkohë që nëse kjo ditë erdhi sepse këtë ditë e sollëm ne. E solli vizioni, kurajoja, reforma jonë drejtësi, mbështetja jonë për institucionet e reja drejtësisë dhe vendosmëria që lufta kundër korrupsionit të jetë totale, qoftë në parandalim, siç kemi bërë dhe ç'po bëjmë me reformat, gjë që e njohin të gjithë dhe që për cilën Bashkimi Evropian ka fituar një besim shumë të madh ke Shqipëria dhe thotë tani ju duam të vini brenda. Qoftë me goditjet që bën drejtësia. Ne dorëzum shpatën. Për herë të parë që nga 1912 pushteti politik s'ka shpatën që i takon të ta kishte drejtësia dhe për herë të parë ka drejtësia në dorë shpatën. Tani ne duhet të ulim kokën për këtë. Përkundër të gjitha lajthitjeve, gabimeve,